Questa è per l'informazione? Ha? Jo, hele. Ka të shike Elbenja? Pse nuk di? Qalla? E shmova. Ku gju, së që? Senza, di. Jo, më ndugull, po thot e smer. Ha? Thot e smer, nuk trajtohësh. Ishte me 6% më. Nuk vejo se. Dhe më mërdore. Pse mor? S'ka ku shkafto, po. Të nderuar shikues të TVD Sport, mirëdita dhe përshëndetje nga unë Fatmi Zhuzhi. Jemi në transmetim të drejt për drejt të ndeshjes së futbollit për javën e 14 të kategorisë së parë ndërmjet Korabit dhe Kastriotit të Krujës. Skuadrat kanë zbritur në fushën e lojës me këto formacione. Korabi aktivizon me Hidrin në port, me poshtë Kurti, Uallaca, Sina, Taulant Barku, Henry Reçi, Ndreu, Tepshi, Gega,
Eris Reqi dhe Lilaj. Të gatshëm për trajnerin Alfred Delialisi janë Haka, Laho, Mziu, Bocka, Kuka, Spahiu, Duka, Zeqiraj dhe Lajthia. Ndërsa ekipi kryetar aktivizon këta futbollistë, Pujen në portë, me poshtë Kacbufi, Gjinollari, Hoxha, Kaplani, Moses, Kasmollari, Mecia, Hasa, Olivera dhe Meca. Të gatshëm janë Halilaj, Tota, Idrib, Jupollari, Kalmeti, Farruku, Gjigjo, Murati, Marku dhe Boci. Trajner Ramadan Ndreu. Ndërsa ndeshja në gjikohet nga një 4 nga qytet Kolegjumi i Shkodrës me kryesorin Ndrit Mirtaj, asistenti i parë Bledar Mesi, asistenti i dytë Haren Lilaj, gjyqtari 4 Brigez Drakusha, vëzhgues Adim Guçi Lushni, delegat Arben Fështi Tiranë. Skuadrat kanë zbritur në fushën e lojës dhe pritet nga çasti në çast sinjalizimi i fillimit të këtij takimi për javën e 14 të kategorisë së parë. Topin e parë do të shkelmojnë futbollistët e Korabit, ndërkohë që kapiteni Talat Marku ndodhet dhe gjysmë fushë e ka për nisur topin për tek Gega, që ka kthyer mbrapa për tek qendërmbrojtësi Sina Uallaca, ka pasuar nga majta për tek mbrojtësi Krautmajt Lilaj. E ndjek aksionin, por topi ka dalë në rivendje anësore që do të kryhet nga Hasa, është kryer kjo rivendje dhe është Moses me topin zotrim që ka pasuar akoma më mbrapa. Janë futbollistët e skuadrës së Kastriotit që kanë topin në administrim në këto çaste dhe avancojnë përpara, por është mbrojtja e Korabit, është Gega, ai që ka përcjell topin për tek njërin nga shokët e tij, mundohet të nisë Taulant Markun, por është një top në thellësi që i takon portierit Puja. Kacbufi. Tereni është disi i vështirë pas shirave të shumtë që ka rënë gjatë kësaj jave. Është Henry Reqi, kërkon një top Gega, ka gabuar atje sulmuesi i Korabit dhe kapiteni i skuadrës Marku. Kacbufi. Përsëri Kacbufi. Moses. Përsëri topi kthyer mbrapa për te Kacbufi, e nis në thellësi nga e majta e sulmit. Moses përsëri e ka kthyer mbrapa. Është topi marrë nga futbollistët e Korabit, kërkojnë dalin në aksion, është Gega, por është mbyllur korridori nga ana Kacbufi, të janë skuadra krutane që mundon të dalë të aksion nga krahu i majtë i sulmit të tyre, por ka një tentativë goditje ndërhyjje ndër nga mbrojtësit, ishte Eris Reqi që ka zënë topin në tokë dhe e ka nisur përsëri futbollistët e Korabit dalin në këtë aksion të shpejt. Ishte Ndreu, kërkon të nisë Markun, është i vetëm, kërkon një top e Henry Reqi, por Ndreu përsëri. Marku ka avancuar për para skuadra Korabit, tentativ goditje, ka pasuar brapa që është Gega, por ndërhyjje mbrojtës e skuadrës krutane që e ka kthyer topin brapa, largojnë rrezikun skuadra e Kastriotit të Krujës. Skuadra Korabit ishte pranë golit, por ka një pozicion jashtë lojë, është pikërisht
Njëri ndër futbollistët Kaplani me numër 9 që është në pozicion jashtë loje dhe kemi të bëjmë me këtë goditje të lirë në favor skuadrës Korabit, është qendërmbrojtësi Sina që ka pasuar për tek Wallaca që ka topin akoma në zotrim. Sina Wallaca Lilaj Heni Reqi ndërhyn një ndër nga futbollistët e skuadrit Kastriotit. Tjetër top thellësi ka dalë me Hidri, ka spastruar zonën. Janë përsëri është mbrojtësi krau të djathtë të Kurti i skuadrës Korabit që ka avancim përpara, por e ka kthyer mbrapa për tek Enis Reqi. Ky ka pasuar përsëri për tek Kurti, një top i kthyer mbrapa për tek Sina. Kombinon me Wallaca. Ja dhe Heni Reqi. E top për tek Lilaj. Për edhe zonës ka një flamur të ngritur. Tjetër pozicion jashtë loje këtë radhë janë futbollistët e skuadrës Korabit që në në pozicion jashtë loje dhe topi u takon në futbollistëve Krutanë është pikërisht Puja, ai që vën në këtë top e krye këtë rivënje shkelmimi e ka përcjellë në krahun e majtë. Tentonë njëri ndër nga futbollistët e skuadrës është Meca me topin zotrime, por topi ka dalë në tutje vije sansore dhe rivënje me duar favor të skuadrës Korabit që do të kryet nga mbrojtësi krau të djathtë të Kurti. Kryet kjo rivënje me duar nga futbollistët e Korabit, por janë ka presion nga futbollistët e skuadrës e Kastriotit dhe kemi të bëjmë me këtë goditje dënimi në favor të skuadrës Korabit. Është Sina ai që do të shkelboj këtë tope, ka përcjell për tek Enis Reqi, ky ka nisur Wallaca. Ja dhe Heni Reqi. Rivënje me duar për Korabit. Është Lilaj që e kryen për tek Heni Reqi. Topi ka prekur Kacbufin dhe kemi të bëjmë me goditje këmbi për skuadrën e Korabit. Vjen e para në këto minuta. Është Reqi pran topit Heni Reqi. Jarkim brenda zonës, e grushton Puja me vështërsi, largojnë në zikun futbollistët e skuadrës Kastriotit, mundohet të dalin në këtë aksion, në këtë kundërsulm, por një top 8 për në thellësi që ndiqet nga Lilaj dhe e kalon në këmbët e tij që do ta shkelbojë. Ishte një kundërsulm i skuadrës Krutane, por futbollistët ishte një top 8 për në thellësi për futbollistët e skuadrës Kastriotit. Janë futbollistët e Korabit tani me topin zotrime, është Kurti që mundohet të nisë ndreun edhe ki e ka përcjellje top 8 për në thellësi dhe i takon portieri Puja. Shtat minuta lojë nga fillimi i këtij takimi ndërmjet Korabit dhe Kastriotit të Krujës. Rezultati është i bardhë, Korabi 0 dhe Kastrioti Krujës 0. Janë përsëri Krutanët me topin zotrim. Është futbollisti Gjinollari me topin zotrim që e ka kthyer mbrapa për tek portieri Puja, e ka marrë atje Kasmullaj. Ishte Kacbufi ai që ishte topin zotrim, e ka përcjell për të Kasmollani, por ka një tjetër pozicion jashtë loja dhe kemi të bëjmë me goditje të lirë në favor të skuadrës Korabit. Lilaj Marku është Kurti, pra ti është dhe Hoxha,
ja dhe Ndreu, ishte Tepshi ai që ka gabuar në këtë pasim dhe rivënja u takon futbollistëve të skuadrës së Kastriotit, pikërisht është Gjinullari me numër 6, ai që do ta kryejë këtë rivënje me duar, e kryen me shpejtësi për tek Mosese, ky e ka kthyer akoma më mbrapa për tek Kazbufi, arrit pasoj për tek Hasa, në dy luftim atje me Henry Reqin, por është topi kthyer përsëri mbrapa për tek Kazbufi, mundohet të nisin atje numri 9 të tyre Kaplanin, por është Sinaj që ka mbyllur gjithçka duke nisur Jesul për skuadrën e Korabit. Henry Reqi, pranë t'i ndodhe Kazbufi, Reqi vazhdon në shikon tentativ goditje, largon, ndjek aksioni Gega, Marku, Predazores, shtyllën traversale, vjen shkëndia e parë në portën e Korabit, ishte kapiteni Taule Banku që goditi shtyllën traversale dhe kishte një pozicion jashtëloje nga futbollistët, nga Marku ishte i zonë në pozicion jashtëloje dhe topi u takon futbollistëve të skuadrës Krutane, pasi ishte një flamur i ngritur nga asistenti i dytë Haren Lila, që ngriti flamurin. Olivera me topin zotrime ka përcjellë atje për tek Mosese, mundohet të niset Hasa, është Kazbufi, një top për Hasën, pranë tij është Lilaj, vazhdon në kombinimi i futbollistëve të skuadrës së Kastriotit të Krujës, është përsëri Kazbufi me topin zotrim, ka pasuar për tek Mosese, mundohet të nisë numri 9 të tyre Kaplanin, por një top thellësi për ta dhe topi takon me Hidri që e nisë me shpejtësi për tek qendërmbrojtësi Sina. Është përsëri Sina, mundohet të nisë atje Tepshi, ka gabuar dhe është Gjinullari, një topi kthyer mbrapa për tek Olivera që e ka topin zotrime, pranë tij ndodhet edhe Ndreu, megjithatë mbajnë futboll. Nuk përfiton atje Marku, ishte një top i dhuruar nga futbollistët. Ishte një ndërhyrje e numri 17 Tepshi, ai që nxorri të lirë Markun, por nuk arriti dot që ta kapte topin, megjithatë janë krutanët që kanë fituar dhe të drejtën e kësaj goditje. Shikojmë goditje dënimi apo rivënje me duar, por kemi të bëjmë me këtë goditje dënimi në favor të skuadrës së Kastriotit të Krujës, që e kryen me shpejtësi, është Kazbufi, ja dhe Hasa, përsëri Kazbufi, Hasa, është numri 16 Kasmollari, vetëm Kasmollari ka një tentativ dhe ka një sinjalizim, shikojmë dhe kartoni i verdh për njërin nga futbollistët e Korabit, pikërisht për mbrojtësin e kauntamajt Lilaj. Shikojmë se kemi bëjmë me këtë goditje dënimi në favor të skuadrës Krutane, pranë zonës së Repsisë, është një goditje standarde, si duket, megjithatë vendoset muri i skuadrës së Korabit për të bllokuar rrezën. Shikojmë se cili nga futbollistët e skuadrës Krutane do ta gjuajnë këtë goditje dënimi, është numri 16 Kasmollari, ai që siç duket do të marrë përsipër këtë goditje dënimi, por është dhe një futbollist tjetër i skuadrës Krutane. Akoma nuk ka sinjalizuar kryesori i këtij takimi Myrtaj, sinjalizon ishte një goditje Kasmollarit, por me Hidri bën mrekulli duke grushtuar, larguar rrezikun e Kurti dhe rivënja anësore në favor të skuadrës Korabit në krahun e djathtë. Ishte një rast ideal për skuadrën Krutane për të zhbllokuar rezultatin, por me Hidri duke larguar rrezikun tek porta e tij dhe rivënje me duar tani në favor të skuadrës së Korabit. Është Kurti e ka kryer këtë rivënje, mundohet të nisë atje Eris Reqin. Ky ka pasuar për tek Henry Reqi, vazhdon aksioni i skuadrës së Korabit. Por ka një tentativ i vetëm Marku, tjetër flamuri ngritur. Ose është ka shënuar, por
ka një flamu të ngritur atje nga asistenti Elis. Ka 14 minuta lojë këtu në stadiumin Korabit, të nderuar shikues të TV Sport. Rezultati është i bardhë, Korabi 0, Kastrioti 0 është skuadra krutane në këtë aksion me anë të Kasmollarit. Është dhe Kaçbufi, por Lilaj ka mbyllur gjithçka, një topë në thellësi për Eris Reçit dhe rivënje me duar favor të skuadrës krutane atje ku është Hasa që kryet me shpejtësi. Kaçbufi, një top i kthyer për tek Meca. Ja dhe Olivera, top në thellësi për njërin për Hasën dhe rivënja anësore për skuadrën e Korabit është Lilaj, ai që do ta kryejë këtë rivënje me duar. Është kryer një top në thellësi për Hernan Reçin, por megjithatë e ndjekin e vazhdon aksioni i skuadrës Korabit, e ka ndërzuar është Mosese me topin zotrim, ka pasuar atje për tek Olivera. Topën nga e majta e sulmit të tyre futbollistët e skuadrës e Kastrioti do të dalin në këtë aksion, por mbyll gjithçka atje Kurti që ka fituar dhe të drejtën e kësaj rivënje me duar. Kryet me shpejtësi është Eris Reçi, e ka kthyer mbrapa për tek Wallaca. Lilaj, Marku, Hernan Reçi, bëjtë zonës, ka tentativ goditje, shblokohet rezultati për skuadrën e Korabit. Skuadra e Korabit arrit të zhblokojë rezultatin në të Hernan Reçit në minutën e 16 të këtij takimi. Skuadra e Korabit ka lënë në avantazh me anë të Hernan Reçit. Minuta e 16, skuadra e Korabit e sheh veten në avantazh. Goditje dënimi tani për skuadrën e Kastriotit të Krujës, po një topë në thellësi për sulmuesit krutanë që është Wallaca me topin zotrime, ka përcjell atje për tek Sina, që mundon të nisë Kurti, vazhdon aksionin, një top për ndreun, por e ndjekin aksionin, vazhdon aksionin tjetër, tentativ goditje. Pranë golit të dytë ishte Tepshi me numër 17 i skuadrës Korabit, që provoi nga jashtë zone për të goditur, për të shtangur portierin Puja, por nuk e arriti dot qëllimit dhe skuadra e Kastriotit të shpërton për mrekulli
nga goli i dytë. Janë përsëri Krutane që mundohen të dalin në këtë aksion me anë të futbollistit me numër 16 të Kasmollari. Një topën në thellësi atje për tek Hoxha. Nga e majta ka shqecimin e Kurtit, nuk i ndahet. Futje të Predezonës, mundohet atje dhe Kaplani, por është larguar rreziku nga futbollistët e Korabit. Tjetër tentativë për skuadrën e Korabit. Kërkon një top autori golit Hernan Reçi, ka ndërhyrë pikërisht Hasa, ka fituar di luftimin. Ja dhe Mecia. Ishte numri 9, Kaplani ai që tentoi të godasë portën e Mehidrit, por pa rezultat. Ishte një goditje e lehtë nga ana e tij dhe topi i takon Mehidrit. Në 19 minuta lojë të nderuar shikues dhe pikërisht 3 minuta më parë skuadra e Korabit arrit të zhbllokojë rezultatin në të Hernan Reçi që ka përsëri një tjetër tentativë, nuk i ndahet atje dhe Hasa ja ka ftuar Lilajn. Hakim Predezonës largon mbrojtja, ndjek aksionin e Eris Reçi, tenton të godasë, por jashtë topi i takon portieri Puja. Kujtojmë që për javën e 13 ekipi Korabit ka humbur në transfer të ndaj Beses Kavajës në stadiumin e Luzit me rezultatin 3-1, ndërkohë që skuadra Krutane ka mposhtur skuadrën e vendit të dytë Laçin, skuadrën pretendente për në Superligë, ekipin e Laçit me rezultatin 2-1 në stadiumin e Iliris të Fushkrujës. Ndërsa skuadra Krutane vjen pas asaj fitore, skuadra e Korabit vjen pas një humbje. Ndërkohë që në këto minuta udhëheqë 1-0 me gol të Hernan Reçit në minutën e 16 është Mosese me topin zotrim, e ka kthyer mbrapa për tek Olivera, përsëri Mosese. Një top për tek Mecia, pranë tij ndodhet dhe Lilaj. Kërkon të harkoje, por topi është devijuar nga Lilaj dhe rivënje, shikojmë rivënje ansore apo goditje këndi, si duket kemi në favor të skuadrës Krutane, barazohet rezultat numri goditjeve të këndit. Një topë tokasi atje për tek Hasa, tenton dhe Kasmollari, por topi takon Mehidrit. Ekipi Krutan të ndëruar shikues mban vendin e 6 me 17 pikë, ndërkohë ekipi Korabit ndodhet në vendin e 9 me 14 pikë. Me këtë fitore deri në këtë minuta që po luhet ky takim, barazot me pikë me skuadrën Krutane është Hernan Reçi, përsëri me topin zotrim, ka shqetësimin e numrit 22 Hasa, ka Hakim Marku. Çfarë ka shpërnderuar sulmuesi Taulan Marku, ishte një tjetër rast ideal për skuadrën e Korabit. Eris Reçi me topin zotrim, e ka kthyer mbrapa për tek Sina Wallaca. Hernan Reçi nxjerr të lirë Markun, por mbyll korridorin atje Kacbufi. Është dhe Sina që ka blokuar këtë sulm të skuadrës Krutane. Ka rëshitur atje sulmuesi Taulan Marku. Ja dhe Mecia. Goditje dënimit në favor të skuadrës Korabit. Ishte një ndërhyrje e gabuare, Kasmollarit të dëm të Eris Reçit. Wallaca, një topi kthyer mbrapa për tek Sina.
Tjetër tentative skuadrës Korabit, por topi ka dalë në rivënje ëndësore dhe u takon futbolistëve krutanë në këtë rivënje me duar, atje që është Hasa, ai që do ta kryejë këtë rivënje për skuadrën e Kastriotit të Krujës, e ka përcjellë për tek Mosese. Ky ka pasuar për tek Olivera. Ja dhe Meca, Olivera përsëri. Kacbufi, Hasa. Rivënja ëndësore, pasi topi më pak ka dalë jashtë vijeve kufizoset të fushës dhe kemi të bëjmë me një rivënje ëndësore në favor të skuadrës e Korabit, është Lilaj. Largon Ndreu. Ja, është nga. Ha? Pa këtu? Ha? Ha? Këtu a gje i lasën. Lilaj. Këngar. Oj, është këngar. O zoka. Meca. Janë krutanët përsëri në aksion nga e majta. Vazhdon aksioni, pranë të ndodhet Sina dhe Kurti, mbylli korridorin dhe ka një goditje dënimi në favor të skuadrës Kastriotit të Krujës, përsëri pranë zonës repsisë. Është Mecia pranë topit, ai që do ta shkelmoj këtë goditje këndi për skuadrën e Kastriotit. Është vendosur dhe muri i skuadrës e Korabit. Mecia, Hakim Predazonës, largon mbrojtja e Korabit, megjithatë vjekin aksioni futbollistët e Kastriotit. Është Hasa që tentoi të godasë, ja dhe Mosese në luftim me Lilaj, por topi është devijuar dhe kemi të bëjmë me vetëm rivënje fundore për skuadrën e Korabit. Njëzet e 6 minuta nga fillimi i këtij takimi, të nderuar shikuese, 1-0 për skuadrën e Korabit me gol të Hernan Reçit në minutën e 16 të këtij takimi. Janë krutanët me topin zotrim, pikërisht Kacbufi, ka shqetësimin e Hernan Reçit, ja dhe Hasa kërkon të dalë në këtë aksion në një luftim me Eris Reçin, që ka fituar dhe të drejtën e kësaj goditje dënimi. Hasa e kryen me shpejtësi, ja dhe Kasmollari. Hasa, Mecia, një top në thellësi dhe i takon me Hidrit. Mbylli korridorin futbollistët e skuadrës e Kastriotit, është Gjinollari me topin zotrim, vazhdon Gjinollari që ta mbajë këtë top, ka pasuar mbrapa. Një top Predazonës, largon mbrojtja e skuadrës Korabit për momentin, megjithatë vazhdon aksionin futbollistët e Kastriotit me anë të Kacbufit, Mosese. Tjetër tentativ goditje, ka gabuar futbollistët e Korabit, ishte Mecia, ai që goditi dhe rivënje anësore për skuadrën krutane. Pasi ka një devijim të topit nga mbrojtësit e skuadrës e Korabit,
Ndërkohë që Lila e vazhdo të qëndrojë shtrirë në fushën e lojës, ndonë se nuk ka një problem shqetësues, është quar dhe tani do të kryer kjo rivendje me duar nga ana Hasajt, nga kryer largon Hernan Reçi, mbyll korridorin Olivera, mundon të nisë Mosese, e ka kthyer mbrapa për tek Becja. Mosese ka zbufi Hasa ka zbufi një harkim brenda zonës, largon Kurti me vështirësi, megjithatë vazhdojnë aksioni futbollistët. Krutani ishte një tentativë e njëri nga futbollistëve Krutanë, pikërisht Meca për skuadrën krutane, ai që tentoi të godasë portën e Mehidrit, por pa shënjestrimin e dur. Është Mehidri që vën në top në zotrim, nis atje Markun, mbyll korridorin Olivera, ja dhe Hasa, Mosese. Hasa largon Kurti, megjithatë është Mosese. Top për Hasën, ja ka arritur ta mbajë këtë top brenda vijave të fushës, megjithatë një futbollist e Korabit që e largoi topin nga zona. Hernan Reçi tenton të nisë atje Markun, por është Olivera që ka mbyllur korridorin duke mbajtur topin zotrim, duke shmangur këtë aksion të skuadrës së Korabit. Tjetër tentativë skuadrës krutane, e cila është hëdhur e tëra në sulm për të barazuar rezultatin, por tentoi dhe Gega, nuk ja ka arritur dot qëllimit. Janë përsëri skuadra Kastriotit që në këtë aksion është një top mbi traversë dhe topi takon Mehidrit. E 32 minutë të nderuar shikues, rezultati 1-0 në favor skuadrës Korabit me gol të shënuar nga Hernan Reçi në minutën e 16. Ishte në këtë aksion skuadra Korabit, por e kanë mbyllur korridorin futbollistët krutanë që mundon të dalin në këtë kundërsulme, por është Lila që ka larguar për momentin topin në rivënje anësore. Hasa e kryen me shpejtësi për tek Becja. Hasa Kasbollari, por një top në thellësi, një top që ka një top që i takon portierit Mehidri dhe do ta hedhë dhe fushën e lojës. Ka pasuar atje për tek Eris Reçi. Hernan Reçi është i lirë atje, Marku, një top për Gegen, por me pak ka dalë portieri Puja. Ishte një dalje shpejtë e portierit Krutanë, Puja, që shuan këtë aksion të skuadrës Korabit. Janë përsëri Krutanë që mundon të dalin në këtë kundërsulme nga krahu i majtit tyre, me anë të numrit 6 të Gjinolari. Një top që është devijuar dhe topi u takon futbollistëve të Kastriotit dhe goditje këndi e dyta për skuadrën krutane.
Është kryer dhe kjo goditje për që të kanë gabuar futbollistët e skuadrës Kastriotit. Ishte Gjilonari që ka nxjerr topin jashtë via valsore. Marku është i vetëm, vazhdon aksioni i skuadrës Korabit. Pranë dhe Hasa ka dalë portieri Puja, ka larguar rrezikun për momentin, vazhdon aksioni, porta e posatisur dhe nuk arrin futbollistët e Korabit që të dyfishojnë rezultatin. Ishte një dalje shpejtë e portierit Puja, duke shmangur duke evituar një gol të sigurt. Kaspollari Mosese ka kryer këtë goditje, një top për tek Mecia. Është përsëri Mecia, Harkor ka pasuar tokasi, por topi ka dalë jashtë kuadratit dhe i takon portierit Mehidri. Ndreu, vazhdon aksioni i Korabit, mbyll Olivera, ishte një mendim i mirë i Ndreut për të nxjerrë të lirë atje Markun, por Olivera ka mbyllur gjithçka duke mbajtur topin zotrime, ka kthyer mbrapa për tek Puja. Kazbufi. Hasa. Jashtë tjetër tentative skuadrës krutane, por topi ka dalë mbi traverse dhe i takon Mehidrit. Mosese. Hasa. Tjetër aksioni i skuadrës e Kastriotit është numri 9 i tyre, Kaplani, por topi është devijuar dhe Kurti e largon rrezikun. Asnjë nga shokët e tij nuk të ndodhet për ta zotruar këtë top. Është Mosese që ka topi zotrime, ka kthyer mbrapa për tek Olivera. Ky akoma më mbrapa për tek portieri Puja. Kazbufi. Olivera. Hoxha. Është Hoxha që futi top brenda zonës, përfundon drejtën e duart e Mehidrit, e nis me shpejtësi për tek Marku. Është Olivera me kokë, gjyqtaj lejon avantazhin, do të se kërkohet një goditje dënimi, janë skuadra Kastriotit, ajo që tentoi të dalë në këtë kundërsulme, por topi takon përsëri Mehidrit. E nis për tek Hernan Reçi, i vetëm me portierin Puja, duke e detyruar që ta nxjerrë topin në rivënje anësore, dhe rivënje anësore për skuadrën e Korabit, atje ku afrohet mbrojtësi krau të majtë Lilaj, ai që do ta kryejë këtë rivënje anësore. Është kryer Hernan Reçi, Lilaj përsëri ka shqetësimin e dy futbollistëve të skuadrës dhe Kastriotit. Ka një tentativë, një top i mbajtur brenda vijave, por sipas gjyqtarit i takon portierit Puja, pasi topi më parë kishte dalur jashtë vijave kufizuese të fushës. E 37 minutë e këtij takimi, Olivera. Përsëri Olivera me topin zotrim. E kërkon që ta kthej mbrapa, pasi ka presionin e futbollistëve të skuadrës vendase të Korabit. Përsëri Olivera, e topi kthyer mbrapa për tek portieri Puja, ky e largon me këmbë me vështërsi.
Vazhdon aksioni i skuadrës së Kastriotit, është Hasa. Nxirr të lirë atje dhe Mecian largon Uallaca dhe goditje këndi për skuadrën krutane, vjen e treta për skuadrën krutane, ndërkohë që skuadra e Korabit vetëm një të tillë ka ekzekutuar. Është Kasbollari, ai që do ta shkelmoj këtë goditje këndi për skuadrën e Kastriotit. Por ka një tjetër devijim dhe tjetër goditje këndi për Kastriotin, e katërta. Ndërkohë rezultati është 1-0 për skuadrën e Korabit me gol të shënuar nga Hernan Reçi në minutën e 16 të kësaj sfide ndërmjet Korabit dhe Kastriotit. Tjetër harkim, ka një tentativë nga skuadra krutane për të barazuar rezultatin, ndjek aksionin Hasa, një tjetër harkim dhe barazohet rezultati ishte pikërisht Olivera, ai që barazon rezultatin për skuadrën krutane, atje ku mendohej që të mbylleshin 45 minutat e para me fitoren e skuadrës Korabit, por janë miqtë nga Kruja ata që arrinë të barazojnë rezultatin. Një gabim në mbrojtjen e Korabit dhe skuadra krutane arrin që të barazojë këtë sfidë pikërisht me anë të Oliverës. Atë kuptojnë të tjetër gol për skuadrën e Korabit, arrin që të shënoj golin e dytë të skuadra e Korabit. Të shikojmë autorin e golit se cili është. Ja gone çon pra të zgjidhim fare më duhet. Ishte Taulant Marku ai që arriti të dyfishoje rezultatin. Korabit 2 dhe Kastrioti 1. Tjetër tentative skuadrës Korabit, Hernan Reçi vetëm me portierin Puja ka dalur, ka larguar rrezikun. Puja ka shmang, ka rritur që të devijojë një tjetër gol. Janë përsëri futbollistët e Korabit që janë në aksion përsëri. Hernan Reçi autori i golit të parë me Markun, ka përsëri Marku në pasimin publik për Nazorës. Ka mbyllur atje Olivera. Ishte bravo! Tjetër goditje për skuadrën e Korabit. Ka ovacione të nderuar shikues këtu në stadiumin Korabi, ku jemi në minutat e fundit të pjesës së parë të ndeshjes Korabi Kastrioti. Skuadra e Korabit avancon me rezultatin e pastë 2-1 në favor të tyre, me golet të shënuar nga Hernan Reçi në minutën e 16, barazojnë në minutën e 41 të Olivera për krutaves, ndërsa një minutë më pas është Taulant Marku, sulmuesi kryesor i skuadrës Korabit, që dyfishon rezultatin. Dhe 2 minuta deri në përfundim të kohës së rregullt dhe pjesës së parë,
të këtij takimi është Puja Kacbufi. Hasa Hernan Reçi, përsëri Hernan Reçi, topi kthyer mbrapa për tek Lilaj. Kërkon një top Marku, po ka preferuar përsëri për tek Hernan Reçi, ka shqetësimin e Hasës, e mban gabon në këtë pasim. Largon Allatsa, Ndreu, Lilaj, është Marku, Lilaj, jeton për Gegën, po në thellësi, mes fushori Gega është ka ardhur këtë sezon tek skuadra Korabit pasi ka vazhduar karrierën e tij në shtetin Helenë duke luetur në Greqi, në Kalkidona. Dhe rivënjeve duar në favor të skuadrës së Korabit është Lilaj. Një top i kthyer në formë fair play për tek portieri Puja. E 24 minutë luhet minuta e fundit të nderuar shikues dhe shikojmë me gjyqtarën e 4 Dragusha, Brigez Dragusha, se sa minuta shtesë do të jap edhe 1 minutë shtesë deri në përfundim të pjesës së parë. Hasa tenton të harkojë, ka larguar Ndreu, duke larguar topin dhe tjetër goditje këndi për skuadrën krutane. Është e 6-ta për ta. Mecia jashtë ishte numri 9 Katlani, ai që tentoi të godasë portën e Mehidrit brenda zonës, por nuk ja arriti dot dhe topi takon Mehidrit. Ndërkohë që të gjitha takimet, përveç se takimi Liria dhe Skënderbeu nuk është luajtur, të gjitha takimet janë të pashbllokuara në barazim 0-0. Ka sinjalizuar dhe kryesori i Ndryt Mirtaj për përfundimin e pjesës së parë me rezultatin 2-1 në favor të skuadrës së Korabit. Ishte pikërisht Hernan Reçi ai që zhbllokoi rezultatin në minutën e 16, barazon Olivera në minutën e 41 dhe 1 minutë më pas ishte Marku që dyfishon rezultatin dhe me këtë rezultat mbyllën 45 minutat e para pasje për pushimit të shkurtit. Do jemi përsëri në transmetim të drejt për drejt të pjesës së dytë të këtij takimi.